Përshëndetje, jemi këtu përballë parlamentit, protestuesit e fshatit të Rioll, bashkore protestuesit e Durrësit dhe janë vendosur këtu para parlamentit. Kanë çuar një përfaqësues tyre në parlament. Tashti sa u shkëput bashkë me Agron Sheaj. Ne kërkesë kemi bërë në spacisht e Kidjalinit, kemi bërë në sistem ashtrues, kemi bërë në zonë për të parë se cila është alternativa dhe të vazhdojnë jetimet dhe të zbajnë vërtetën se ku janë dokumentet. Se ku i ta kontrollojnë, nëse prona është e bënia, mund të ta gëzojë. Dhe kjo nuk do jetë episod. Pra, që do të thotë, Rora do shkuj tek izoli, ati që i takon. Nëse më takon unë do ta marr atë pronë deri në Strasburg. Po i them bashkim punës. Nëse e trim, unë jam këtu të Tiranë. Unë jam këtu të Tiranë. Unë shëtes vetëm, nuk e si ti me publikar. Hajde, fal me popullin. Ullu me popullin dhe gjej gjuhën e përparë se si do shkoj kjo punë. Ne nuk jemi që ti mos ndërtosh, por ti të ndërtosh duke shpërblyer të gjithë banorët që kanë pronësi atë. Sepse e shpillim është ajo që ti po në të Por, kryesorja është që popullit të jetë i kënaqur me çmimin që ti do i japësh këtyre banorëve. Ftojmë të paktën deputetët e rinj. Ftojmë politikën. Gabimi 35 vjeçar që ka bërë me ne, të mos e bëjmë. Të dalin, i këthrasin mendjes, të miratojnë statusin e minatorit. Nuk është statusi minatorit i barabart me balerinat këto deputeti. Deputeti Mato Pas, që shep mallra të skaduara në marketet e ti. Prandaj, ne ju bëjmë thirrje statusin e minatorit. Minatorët duan status, duan pension, duan minimumin jetik që minatorët marrin një pension ndan minimumin jetik. Ashtur për këtë kuvend që kemi ne për këta 120 deputet që se hapa si rigojën turp edhe turp i madh. Po, njeriu që s'ka gjak, s'ka fityr, s'ka turp. Tani statusi minatorit do të diskutua edhe dje në kuvendin ku unë bëj pjesë dhe pretendimi i deputetëve të Partisë Socialiste se rrëzuan kërkesën për miratimin e statusit minatorit dhe është se thanë ne minatorit i duam shumë. Ama ka një ligj, tha. Ky është ligji 2019-ës, te ky ligj futen edhe minator dhe naftar dhe metallurg dhe me këtë ligj minatorët janë të kënaqur. Edhe naftarët janë të kënaqur dhe metallurgët janë të kënaqur. Tani minatorët janë këtu, minatorët kanë vite të tëra që protestojnë për të drejtat që u mohohen. Megjithatë unë kam një thirrje për gjithë deputetët aty që kur statusi minatorit të vi për shqyrtim në seancë, të votojnë për një të drejtë të mohuar për 35 vjetë në profesionin më të vështirë në vend. Prandaj, është shumë mirë që jeni prapë këtu, duhet jeni këtu edhe në seancë i do trajtohet statusi minatorit, sepse vetëm prania juaj i bën ata i vendos para përgjegjësisë për diçka që ata e dinë, por s'duan ta pranojnë, që minatorët janë në balë.